Mëna ditës bjen 40% prodhimi energjetik. Bjen. Qysh jënë të nejtë në kek, për 24 orë bjen 40%. Rritet deri në 35 fesh transporti energjisë elektrike. E hajde tash thuja që s'janë bashkëpunim. Tash dyshimet me njëherë vinë. Pra ata dhe prokuroria ka këtë rast ndodhur. E keni qenë edhe ju ka ftuar prokuroria si dëshmitar apo? Për cilën rast? Për veç mas për kapacitetet transmetuese. Pse se dyshohet që është bashkëpunu me importuesit më të madh të rrymës Kosovë, NOA, edhe EFT që është kompani e Vukamović, që është djali i shefit armatës serbe, edhe kjo lidhet bukur mirë me nacionalizmin e Albin Kurtit. Nëse sektori energjetik ty të varet ditë pas dite, që sot për shembull ka fituar Ankandaj, Vukamović. Kosova? Po, Kosovë. Për bartjen e rrymës në Kosovë. Ka fitu nga Maqedonia edhe nga Malizi, edhe njëse ka me fitu. Nga Malizi, a i ka 2-3 herë në ditë fitan. Edhe Albin Kurti, Vukamović. Edhe Albin Kurti del dhe thot nacionalizmi, thot forcat sërbe, rreziku sërb, kjo ketë propagandë është. Unë këto kom desht edhe në gjdo emision, po edhe në postet një, ku po moj për du me të regu. A i thirë mas pari mafia energetike, sot sektori energetik është nga e i lidh që në gjdo det tjeki Vukamović. Qa kom kërku pej zyrës regulatorit energjisë është veç mja suspendu, mja pezullu len për këtë veprimtari. Kosova në vetë dikun tjetër,